me apelin që mos të votojnë mu, vetëm ta votojnë vjuesën dhe dërgohet procesi përpara, përsëri pse jo. Nuk është turp me u për një kandidat mirë e thash, sepse është kjo fitore e Kosovës. Nuk është fitore e vjuesës, e Albinit edhe e imja, po është e krejt popullit Kosovës dhe vetë Kosovës. Nuk e kemë lukë se na gjithë të harxime në këto rrethona, në këtë varfëri, përsëri na çdo që 4-5 zgjidhin për një vit. Është e tepërt. Mendoj që është e tepërt dhe s'ka është mjaft. Dhe me qenë se më dha shansa që ta shpijim procesin e zgjedhjes së presidentit përkatësisht kompletimin e institucioneve të Kosovës, unë mora të guxim dhe me plot dëshirë përkundër që disha epilogun e krejt kësaj pune, po isha njeriu më i zushëm me 4 prill kur u zgjedh edhe presidentja e Kosovës. Mendoj që një presidente tamam meritore, një tandem shumë i mirë që krejt popullata e priste, tandemin Kurti Osmani, dhe me shpresë dhe ndjenjë se këta do të jenë me të vërtet ata që dinitetshëm të udhëheqin shtetin, sepse ishte edhe kërkesë gjithë popullore, po në përgjithësi unë mendoj që vjosa ka qenë perfekte. Përkundër që ndoshta unë nuk kam pas shumë takime me vjosën, një takim krejt, pas zgjedhjes si presidente, një takim kur ju mbo deputet 5 minutësh, po unë mendoj që perfekte ka qenë. Mendimi jemi personal. Ndoshta nuk e di si mendojnë të tjerët, por unë mendoj që mirë na ka përfaqësuar. Unë mendoj që edhe në barazinë gjinore ka punu shumë, edhe në mbrojtjen e institucionit, mbrojtjen e ligjit. Detyrat e presidentit ka në rrugën e nevojave, në kërkimin e nevojave, unë e konsideroj që ka bënë një punë shumë të madhe. Për mendimin tim, plotësisht e meriton që të kandidohet, edhe është shumë keq nëse nuk kandidohet. Përkundër thash gjithave, unë mendoj se opinioni në Kosovë me shumicë është që vjosa ta vazhdoj mandatin. Po në fund fundit, unë mendoj që është një tandem i përkryer, prandaj i kondenon edhe Kurtit, edhe Kosovës, që vjosa të jetë edhe njëherë kandidate. Nëse këta deputet nuk e zgjidhin, atëherë kërkohet fajtori se kush po manipulon, kush po zhagit, kush po pengon në formimin e institucioneve. Për mendimin tim janë takime të mundimshme edhe të pakuptimshme. 51.10% që ka fituar elektorati i Kurtit, unë mendoj që edhe opozita është dashur të thotë si shumicë, urdhani veç të bisedojmë, të pajtohemi politikisht për një kandidat që do të ishte i pëlqyeshëm edhe për opozitën. Me qenë se kemi ngjetë, po them, më pak se 70 orë derisa të zgjidhet presidentit, duhet me orë deri të zgjidhet presidentit, kisha bo apel nga fshati i Lindjes që mos shkohet kurse si në zgjidhje, sepse nuk është zgjidhje.